Selamu alaikum wa rahmatullah. Ajit shqiptar sot jam në çadra të gjithë. Alhamdulillah. Qëllimi i mbetjes në çadra sot është fitohet sa më shumë energji për qëndrimin në Arafat nesër. Pra ky është qëllimi pse sot rrihet këtu. Falet namazi i drekës 2 rekat, namazi i këndis 2 rekat, namazi i akşamit 3 rekat, namazi i yatsis 2 rekat, çdo namaz në kohën e vet. Çdo namaz në kohën e vet. Dhe njerëzit të qetësohen, lexojnë Kur'an, bëjnë dhikr, bëjnë dua. Nuk është se ka ndonjë lutje speciale sot apo diçka të veçantë. Pra qëllimi i ardhjes sot në Mina është që njerëzit të marrin forcë dhe fuqi për nesër, për në Arafat. Ky është qëllimi i ardhjes sot në Mina. Ardhja në Mina është sunet. Pra është traditë profetike dhe është mirë që të bëhet dhe mos lihet, sepse është një sunet që bëhet vetëm një herë në jetë. Qëndrimi në fillim në Mina është sunet, ndërsa qëndrimi i dytë, pra mbas ditës së Kurban Bayramit, është vajib në mendimin më të saktë të dietarëve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pra nuk ka ndonjë lutje të veçantë specifike apo diçka që duhet bërë patjetër, është e lirë situata për përmend Zotin, për të falë namazin, për të bërë dhikr, edhe për të shfrytzuar kohën për punë të mira. Allahu ju rujt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.